Ke filluar titullin Blue Diamond Winner në vitin 2024. Çfarë do të thotë kjo për ty për vlerësimin profesional dhe personal, një arritje e tillë? Po kjo është ndoshta edhe qëllimet tona, pse ndoshta edhe unë kam qef me punu me një standard tjetër edhe ndërkombëtarisht me punu me brende kështu direkt, ndoshta e pjesa mandej e vlerësimit, se është kënaqësi edhe kur femrin me punë, po edhe kënaqësi që për shembull pje pak njohuri në jetën ku edhe Kosovës. Për shembull kur e kemi fitu këtë çmimin e fundit edhe kemi qenë në Berry Hills, për shembull ka qenë kënaqësi që për shembull po përmendet Kosova. Edhe që Kosova po ofron shërbime me një kvalitet tjetër edhe me një standard europian. Kështu që për mu më jep shumë kënaqësi ajo edhe definitivisht po motivon me vazhdu, edhe kemi me vazhdu, duhet t'jep. Kështu që unë po besoj që edhe qëllimet tona është edhe një jetën paralelisht me kriju një imazh tri Kosovës. Po, definitivisht edhe unë kështu që tash jemi qasi ndrejtimi edhe po mendojmë edhe qashtu që edhe po t'jep kënaqësi në jetën.